Pikërisht në këtë vend, 3 vite më parë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha betoi se ndryshe nga kandidati tjetër që kishte projekte zhvillimi, do të merrej me parqet në qytetin e Tiranës dhe nuk do të kishte më ndërtimet siç kishin pasur deri në ato momente. Por pikërisht tu, si shenjë tallje ndaj gjithë qytetarëve të Tiranës, zoti Lulzim Basha, kryetari i bashkisë dhe njëkohësisht kryetari i Partisë Demokratike, ka dhënë leje ndërtimi për një pallat 20 katësh pikërisht në parkun e qytetit të Tiranës. Një monument skandaloz, tallje ndaj qytetarëve të Tiranës, të cilët në ato ditë mendonin më shumë për parqet dhe jo pikërisht për këto vepra të cilat ai më përpara i shante. Në këto 3 vite zoti Basha nuk ka lënë asnjë gjurmë pune në qytetin e Tiranës. Me vetmja gjë me cilën në shmar ka gjënë lulëzimi i degëve të Partisë Demokratike dhe jo mirëqenia e qytetarëve të Tiranës. Pikërisht sot ne denoncojmë dhe i kërkojmë ndërheqjen zotit Basha si kryetar bashkie për të mbajtur pikërisht fjalët që ka dhënë për ato të cilat bëhe rrufe se nuk do merrej me politik, por do ishte një kryetar bashkie që do merrej vetëm me punët e Tiranës. Sot kjo nuk është e vërtetë, ndaj ne i kërkojmë zotit Basha që t'jap dorëheqjen si kryetar i bashkisë së Tiranës. Pikërisht këto kohë, kur Tirana ka nevojë më shumë se kurrë për punë, për pastërti, për një qytet të rregullt, zoti Basha, si papagalli i Partisë Demokratike, si zëdhënës i Partisë Demokratike, merret vetëm me fjalë të pista në televizionet shqiptare, duke sharë punët dhe duke bërë vetëm papagallin e Partisë Demokratike dhe për asnjë moment nuk ka bërë punën e kryetarit të bashkisë. Pra dhe njëherë i rikujtojmë fjalën që ka dhënë, ato që ka bërë bëhe rrufe, se nuk do të merrej me politik, por do të merrej vetëm me punët e qytetit Tiranës. Pra sot ne i kërkojmë dorëheqjen si kryetari i Bashkisë Demokratike për të lënë një gjurmë të vetme të mirë në qytetin e Tiranës, sepse gjurmë me punë nuk ka lënë. E vetmja gjurmë pozitive që mund të linte do ishte të jepte dorëheqjen si një qytetar i këtij qyteti.